Të dashur bashkëadhetar, të dashur miq, mirëmbrëma Cyri, mirëmbrëma mërgata jon e dashur. Sonte nuk jemi mbledhur rastësisht. Jemi mbledhur sepse na thërret Kosova. Na thërret përgjegjësia për shtetin, dashuria për atë dheun dhe besimi se e ardhmja ndërtohet me punë, me drejtësi dhe me dinjitet. Edhe kur jemi larg, Kosova na mban bashk. Na bashkon familja, kujtesa dhe vizioni për një shtet më të fortë, më të sigurt dhe më të drejtë. Kjo prani këtu nuk është vetëm numër, është mesazh, është qëndrim, është vullnet politik. Kjo është dëshmi se mërgata shqiptare në Zvicër kjo është dëshmi që mërgata shqiptare në Zvicër është organizuar, e vetëdijshme dhe e palëkundur kur është në pyetje interesi i Kosovës. Mërgata ka qenë gjithmonë aty kur vendi ka pas nevojë, në ditët më të vështira, në momentet vendimtare dhe në çdo hap përpara. Ka qenë zemra që ka rahur për Kosovën, ka qenë zëri që nuk është ndalur kur. Sonte, nga tyri ju, Kosova ju dëgjon. Dëgjon një mërgat të organizuar, të vetëdijshme e të palëkundur. Tash me këtë frymë bashkimi e besimi, unë kam derin ta shpall të hapur tubimin e madh të përbashkët të mërgatës shqiptare në Zvicër. Faleminderit për pranin edhe faleminderit shumë për këtë energji të mirë. Tani më lejoni të vazhdoj me përshëndetjet nga dy qendra tona të rëndësishme të organizimit në Zvicër. Ju lutem shumë që me duartërhiqje të ngrohta të ftojmë në skenë aktivistën tonë të shkëlqyer që drejton pikën tonë këtu në Gjenevë, zonjën Yllka Kurteshi. Mirëmbrëma Yllka. Tani më tubimi i madh i përbashkët të shqiptarëve në Zvicër është bë traditëvece. A na thosh pak diçka rreth punës dhe mbështetjes që vjen prej jush? Po, tani, faleminderit shumë Lora. Mirëmbrëma të dashur bashkëadhetar, mirë se na keni ardhur. Të nderuar përfaqësues televizijës vendvendosjen nga Kosova, të nderuar mysafir nga qendra e Gjermanisë, të nderuar kryetar të pikave këtu në Zvicër, aktiviste e aktivistë palodhur cep me cep Zvicrës dhe i nderuar kryeministër i Republikës së Kosovës, zotëri Albin Kurti, mirë se na keni ardhur. Duke qëndruar këtu përballë jush në Cyri, si një vajzë shqiptare e lindur dhe e rritur në Zvicër, e ndjej një krenari të madhe, sepse jam pjesë e një gjenerate që është lindur larg Kosovës, por që kur nuk është larguar nga zemra e saj.
Në dhjetor të vitit 2025, populli foli qartë, ja dha fitoren lëvizjes vetëvendosje me 51.1% të votës. Ishte një mesazh i fortë kundër politikës vjetër, kundër korrupsionit dhe kundër gjithë atyre që për vite trajtuan shtetin si pronë private. Partitë opozitare që ka Kosova nuk din çfarë është politika e djathtë apo politika e majtë. Ata krejt që ka njohin është interesin personal, politikën e karrikës dhe politikën e pazareve. Dhe pikrisht kjo opozitë mendon se duke vepruar kështu, forca e popullit do të dobësohet. Ata mendojnë madje që ne do të lodhemi, por është e kundërta. Na vetëm po rritemi nga 51 në 61%. Po rritemi sepse qytetarët po e shohin dallimin mes atyre që punojnë për shtetin dhe atyre që punojnë vetëm për interesa personale. E sonte, dua të flas për fuqinë më të madhe që kemi këtu në Mërgat. E kemi bashkimin e 2 gjeneratave. Është gjenerata e prindve tanë, të cilët sakrifikuan gjithçka. Ata erdhën këtu me shumë pak, punuan shumë, nuk e kanë harruar Kosovën kurrë, e ruajtën gjuhën, kulturën dhe identitetin tonë shqiptar. Dhe pastaj jemi ne, gjenerata e re, dhe ne kemi një mision tjetër, ta çojmë Kosovën përpara. Kur bashkohet sakrifica e prindve tonë, me energjinë, dijen dhe guximin e gjeneratës sonë, aty krijohet një forcë që kërkush s'mund ta ndalë. Dhe kjo forcë jemi ne të dashur bashkëdhetar, të gjithë ne, anë mban Zvicrës, të rinj, prindër, familje, student e gjithë diaspora shqiptare. Prandaj, të dashur bashkëdhetar, me 7 qershor 2006, mos heshtni, mos rrini anash, me 7 qershor, le të votojmë numrin 116. Numri 116 është i lëvizjes vetëvendosje, është numri i fitores si dielli, sepse populli po zgjedh dritën, sepse çdo vot është një zë për një Kosovë që duam, për një Kosovë me dinitet, një Kosovë me drejtësi dhe një Kosovë me një të ardhme më të ndryshme. Andaj, këtu dua ta përfundoj fjalimin duke ju thënë se në filmin Nëntori 2, një ndër fjalitë e para të filmit është çështja e Shqipërisë është siguruar. Dhe unë sonte këtu, në mes të Cyriut, në praninë të gjithë juve, dua t'i them kryeministrit ton se çështja e Kosovës është siguruar. Rrofshin bashkëdhetarët dhe rroft Republika e Kosovës me kryeministrin më të mirë ndonjëherë, kryeministrin Albin Kurti. Faleminderit. Faleminderit shumë, shumë faleminderit. Të dashur të pranishëm, është deri veçantë që sonte mes nesh të kemi një shqiptaro-zvicran. Juftoj, ta mirëpresim me duart trokitje zotin Arber Bullakaj, deputet nacional, antar i Komisionit për Siguri dhe i Komisionit për Politikë të Jashtme, i cili do të na drejtohet me një fjalë rasti. I nderuar kryeministër Albin Kurti, ministra, deputete, bashkëdhetar, kandidate, Mërgata e dashur shqiptare. Çfarë kohë ka ardhur?
Çfarë kohë ka ardhur? Kush e kishte besuar se pas luftës në Kosovë prap do të ketë luftë në Evropë? Rusia ka sulmuar një shtet sovran si Ukrainën. Edhe kjo është rrezik, edhe për Kosovën, edhe për Evropën. Çfarë kohë ka ardhur ku në Iran kriza e ndjek krizën, ku partnerët e mëparshëm të Kosovës nuk janë më gjithmonë të besueshëm. Çfarë kohë ka ardhur ku ekstremistët e djathtë anti-evropian po rriten në gjithë Evropën, ku zërat që i ndojnë njerëzit, që i përçojnë shoqëritë po fitojnë terren. Edhe këtu në Zvicër ku SVP-ja me iniciativën e saj të kaosit do të sulmoj drejtat tona të fituar me mund, pagat, bashkimin familjar, të drejtat e qëndrimit. Prandaj, me 14 qershor, votoni jo ndaj iniciativës së kaosit. Edhe si thot në fjalë urt, kush flen e demokraci, zgjohet në diktaturë. Kur i shoh të gjitha këto së bashku, lufta, kriza, zërat e urrejtjes, sulmet ndaj drejtave tona, konkluzioni mund të ketë se ka ardhur një kohë e vështirë. Mirë po, çfarë kohë ka ardhur ku Kosova nuk shihet mos si shembull negativ, si vend i destabilizimit, po si vend i katërt në gjithë Evropën për rritje ekonomike. $4.4% në vitin e kaluar. Korrupsioni po bie, 4 vjet rresht. Çdo vit më mirë, mbi 20% përmirësime në Transparency International. Kjo nuk ndodh vetveti, kjo ndodh kur ka vullnet politik, edhe kjo qeveri ka punuar në këtë drejtim me sukses. Çfarë kohë ka ardhur ku Kosova ka fituar njojën e mbi 110 shteteve të botës, ku qytetarët me pasaportën kosovare hinë pa viza në Evropë nga janari 2024. Kjo nuk është gjë e vogël, kjo është fitore diplomatike, një fitore e arsyes dhe një përfitim i madh për qytetarët tonë. Çfarë kohë ka ardhur ku Kosova po bën histori në sport. 3 medalje të arta në judo, Distria Krasniqi, Nora Gjakova, Laura Fazleu, ku ekipi kombëtar i futbollit e ka arritur për herë të parë ligën B në UEFA, ku brezat e ri po krijojnë, po inovojnë dhe po ndërtojnë teknologji, ku Kosova po ndërtohet, Kosova po zhvillohet, edhe kjo është edhe meritja juaj. Mërgata e ka ndërtu Kosovën bashkë, puna juaj, parët tuaja, fuqia juaj. Edhe tash, shikoni rreth vetes, po qëndrojmë këtu, me mira, në mes të Cyrit, qytetit më të madh shqiptar jashtë Ballkanit perëndimor. Ky nuk është vetëm tubim, ky është dëshmi se Mërgata është forcë politike. Mbi 300.000 shqiptarë jetojnë në Zvicër. Ne nuk jemi musafir. Ne jemi pjesë e këtij vendi. Ne ndërtojmë shtëpi, ne i kujdesim të smurit, ne menaxhojmë kompani. Ne zhvillojmë dhe e formojmë këtë vend. Edhe njëkohësisht ne e duam Kosovën, ne ndërtojmë Kosovën, ne jemi ura midis 2 vendeve. Çfarë kohë ka ardhur ku lojtarët më të mirë në historinë e kombëtares zvicrane të futbollit quhen Shaqiri, Berami dhe Gjaka. Suksesi i këtij brezit dytë o ndërtu mbi kurrizën e brezit parë, mbi ndjersën, mbi sakrificën, mbi vitet larg familjes. Babët tanë kam punu këtu vetë me dekada të tëra, vetëm pa familje, si bush, si ndërtime, në fabrika, në restorane, në spitale. Edhe sot, fëmijët dhe nipet të tyne janë drejtor kompanish, janë në banka, janë në politik, janë në sport. Shaqiri, Berami dhe Gjaka janë një shembull, po mira të tjera të suksesshëm në çdo qytet të Zvicrës ekzistojnë. Kush e kështë paramendu këto para 30 vitesh? Çfarë kohë ka ardhur ku SP-ja e Zvicrës dërgon një përfaqësues në të bëjmë se ky dhe ai përfaqësues nuk quhet Hans Müller, po Arber Bullakaj. Po qëndraj këtu si deputeti i SP-s, po edhe si njoni për jush, si një djalë i sezonjerit nga Kosova.
Po ju shihni çka është e mundshme kur angazhohesh. Edhe ju bëni këtë prej vitesh, për ndryshe nuk do të ishte sot këtu. Edhe a dini çfarë koha ka ardhur? Ka ardhur një kohë ku mundi me vendos bashkë, ku zëri ynë dëgjohet. Vendosje do me thonë vetë përcaktim, edhe pikërisht për këtë bëhet fjala sot. SPA e Zvicrës qëndron në krahin tuaj, qëndron në krah televizjes vendosje. Dhe qëndron në krah të Albin Kurtit. Qëndron në krah të një Kosovë të drejtë, demokratike dhe sovrane, sepse kemi nevojë për lidere që kanë treguar se politika mund të jetë ndershme, që kanë luftuar kundër korrupsionit kur ishte e vështirë, që kanë ndërtuar institucionet kur të tjerët i kanë shkatruar. Kjo është vetëvendosja. Të dashur bashkëdhetar, ka ardhur koha jon, ka ardhur koha një kohë e mirë, ka ardhur koha që ne zgjedhim vetë, ka ardhur koha që ne krijojmë vetë, ka ardhur koha që ne vendosim vetë. Askush ma nuk vendos për ne pa ne. Edhe për ata, me 7 qershor, shkoni, votoni. Bindini edhe të tjerë të votojnë. Ju lutem, shkoni, votoni. Dhe tani, të dashur bashkëdhetar dhe bashkëdhetare, ka ardhur koha ta dëgjojmë Albin Kurtin dhe t'ja japim fjalën. Faleminderit. Po prish plan? Shumë zet mrena, shumë zet jashtë, shumë zet në Kosovë, shumë zet në Zvicër, pulsin e kemi të njëjtë, 1-6. E pra, të dashur bashkëdhetar, pulsi është po ai që ishte me 28 dhjetor. 1-6. Pulsi është po ai 1-6 si kurse me 28 dhjetor. Ju e mbani mend që me 28 dhjetor viti ri erdh një 30 më herët se sa viteve të kaluara, e si vjet vera vjen një 2 orë më herët se sa që shkruan në kalendar. Pra, vera vjen me 7 qershor, po kjo verë po ndjehet qysh më pranverë. Dhe atë jo vetëm në Kosovë, po edhe këtu në Zyrich, në Zvicër, e ju faleminderit shumë për këtë mikpritje kaq madhështore e të përzemër. Më lejoni t'ju falenderoj të gjithë të dashur bashkëdhetar, nga do që jeni me priardhje nga Kosova, Shqipëria, nga Presheva, Medvegja, Bujanoci, nga Shkupi, Kumanova, Gostivari, Kërqova, Tetova, Struga, Manastiri e Ohri, nga Ulqini e Tivari, nga Tuzje, Malsia, nga Plova e Gusia, dhe
na keni bërë bashkë duke nda kohën tuaj të vlefshme, dikush ndoshta kohën e pushimit, dikush të punës atë studimit, dhe jam mirënjohës sa thuhet për këtë mbështetje të vazhdueshme të cilës i kam borxh gjithçka. I kam borxh gjithçka për shkak se na keni mbështet në kohë të vështira. Na keni mbështetur në situata të rënda. Atëherë kur është dukur gjendje e pashpresë. Por ju asnjëherë nuk e keni lënë lëvizjen vetëvendosje dhe lëvizja vetëvendosje asnjëherë nuk ju lë juve. Në zgjedhjet e 9 shkurtit vitit kaluar, me pulsin 116, i grumbulluam gati 400.000 zemra. Me 28 dhjetor, me pulsin 116, u bëm bashkë gati 500.000 zemra. E tash me 7 qershor, me pot njëjtin puls, 116, 116, leti kalojmë shumë 500.000 zemra, se nëse nuk ju dalin boll 51.1%, atëherë le t'i bëjmë 60% e ma shumë. Të dashur bashkëdhetar, programi ynë që vjen nga vizioni ynë është punë për qytetarin, mirëqenje për familjen dhe mbrojtje e shtetit e lartësim i kombit tonë. Qeveria jonë ka qenë e do tjetë shërbim për publikun kurse si privilegj për pakicën. Investimet tona krijojnë shtet e qytetar të sigurt dhe shoqëri e familje të begat. Ky mandat është për të kthyer fuqishëm sigurinë dhe mirëqenjen në përditshmërinë e qytetarit, investimet dhe prodhimtarinë në zakonin e ndërmarrësve tonë. E rishpërndarjen sociale nga rritja jonë ekonomike nuk e shohim si barë për zhvillimin, por pikërisht si karburant të saj. Duke e shpërndar rritjen ekonomike, e kemi zvogluar varfrin dhe pavarazin dhe e kemi rritur kërkesën agregate në ekonomi, e cila mëtej e ka shtuar qarkullimin e bizneseve dhe rritjen e më tutjeshme të ekonomisë. Ne nuk subvencionojmë pasurin, por punën që e krijon pasurin. Jo rezultatet e veçanta private, por mënyrën universale publike. Prandaj, në 4 vjeçarin e ardhshëm, do të vëmë në dispozicion 1 miliard euro garanci sovrane, të cilat do të shërbejnë si hipotek për të garantuar investimet private në fabrika e në prodhim. Kjo është mënyra se si vëmë në funksion burimet tona natyrore dhe fuqinë tonë punëtore. Do ta themelojmë bankën zhvillimore, projekt i cili tani më është negociuar me bankën botërore për ta mbështetur zhvillimin industrial dhe ndërmarrjet prodhuese. Të dashur qytetarë, buxhetin vitin 2021 e kemi gjetë 2.4 miliard. Si vjet është për 2/3 më i madh, 4 miliard euro buxhet. Dhe jo vetëm kaq, kur e kemi marrë qeverisjen tonë,
papunësia ka qenë afër 26%, e tash ka ra më pak se 11%. Pra, kur e kemi marrë qeverisjen, çdoj 4 i ka qenë i papunë. Tash pas 5 vjetë qeverisje, as çdoj 9 nuk është i papunë. Dikur s'ka pas familje pa dikët punësuar. E tash edhe 2 familje nuk dalin për ta gjetë një të papunësuar. Prandaj kjo është qeverisja e mbarë e mirë, demokratike e vetëvendosjes me partin Guzo, me partin Alternativa dhe me partin Shqiptare Demokristiane të Kosovës. Dhe jo vetëm që është zvoglu shumë papunësia, por janë rritë edhe pagat, edhe në sektorin privat, edhe në sektorin publik, por më pak se 5 vjetë pagat janë rritë parafërsisht 50%. Ne kemi dëshmuar që kur s'ka korrupsion, ka zhvillim dhe liri që përkthehet në paga më të larta e mirëqenje për gjithë. E përparimet tona të brendshme, gjithashtu na e kanë lartësuar reputacionin edhe jashtë. Pasaporta e Republikës Kosovës nga vendi 121, që ka qenë para 5 viteve, në vitin e kaluar në ranglistë botërore erdhi në vendin 57. Pra nga 121 në 57. Dikur kemi lëvizur në 40 shtete pa viza. Tash në 81 shtete përfshirë Schengenin, u hoq regjimi vizave, u liberalizuan vizat dhe po ashtu u hoqën edhe masat e pa drejtat Bashkimit Evropian, për cilën na kanë akuzuar e na kanë sulmuar shumë. E na e dim, dashur bashkëdhetar, që ambasada jonë kryesore, ambasadori ynë kryesor jeni ju. Prandaj, për juve, në bashkëpunim me fondin për garantimin e kredive, përmes dritarës për investimet diasporës, do të mbështesim deri në 100 milion euro investime të mërgatës që janë ndërmarrës. Pra shteti ynë, shteti juaj do të shërbej si bank për investimet e juaja, në mënyrë që për dallim prej para 30 vjetëve, kur u kemi thënë sakrifikoni për të kontribuar, tash ju themi investoni për të fituar. Jemi duke pritur edhe votimin për SEPA, Single European Payment Area, pra zona e pagesave me euro, që i ka 3 ligje. Ligji i parë ka kalu, ligji për bankat. Ligji i dytë për shërbimin e pagesave po ashtu ka kalu, po dashur bashkëdhetar, kur na u desht me e kalu edhe ligjin e tretë, në mënyrë që ju mos me i pagu 60 milion euro në vetë transaksione për mbështetjen financiare që ja u bëni familjeve t'juja, bloku opozitor pa mundësoj 2/3 e pranishmëve dhe sot e kësaj dite nuk e kemi SEPA në funksion. Dhe a e dini cili ka qenë ky ligji i tretë? Ligji i tretë që ata nuk deshën ta votojnë dhe na e pamundësun 2/3 e deputetëve të pranishëm. Është ligji për parandalimin e shpërlarjes parave. Pra, ligji për bankat kaloj, ligji për shërbimin e pagesave kaloj, ligji për parandalimin e shpërlarjes parave nuk kaloj, po me as 7 qershorit, legislaturën e 10 kalon edhe dhe kjo
edhe 60 milion euro do të kursehen në rastin e transakcioneve bankare që ju do t'i bëni. Tjetra, ne dim që ma e rëndësishme për juve është mësimi i gjuhës shqipe për familjarët, posaçërisht për fëmijët e juve. Do të kemi kurrikull të dedikuar Kosovë, Shqipëri, bashk, kudo që ka komunitet shqiptar të madh, tash që e kemi unifikuar edhe abetarën. Do të bëjmë në të gjitha ambasadat dhe konzulatat tona shërbime të digitalizuara, pra digitalizim i plot i shërbimeve konzulore dhe kthim me automatizëm i shtetësisë Kosovës për mërgjimtarët që e kanë humbur atë për shkak të kufizimeve edhe rrethonave. Ju jeni edhe të Zvicrës, edhe të Gjermanisë, edhe të Austrisë, edhe të Kosovës, edhe për herë shqiptarë. Të dashur bashkëdhetar, partneri kryesor i Kosovës nga qeveritë e kaluara në rajon ishte Serbia. Tash me qeverinë tonë, partneri kryesor tregtar në rajon është Shqipëria, e në përgjithësi është Bashkimi Evropian, e në veçanti Gjermania. Por kjo rritje ekonomike e ka të domosdoshme edhe drejtësinë. Pra, jo vetëm shpërndarje, rishpërndarje, por edhe drejtësinë. Drejtësinë, dashur qytetar, bashkëdhetar, ende nuk e kemi të drejtë. Drejtësinë Kosovë akoma e kemi të shtrembër. E në mandatin e ardhshëm duhet ta drejtojmë drejtësinë. Pra, jo vetëm lokomotivën edhe vagonat, por në mandatin e ardhshëm, i cili do të jetë i hekurudhave me lokomotiva e vagona, edhe drejtësinë do ta vendosim në binar. Për lokomotivën me vagona e kemi hekurudhën, për drejtësinë e kemi vettingun, prokurorinë e re speciale kundër krimit organizuar dhe korrupsionit, dhe byron për konfiskimin e pasurisë pa justifikueshme. Si që tha edhe Ylka, neve nuk ka punë që na lo. Neve vetëm mos puna e drejtësisë na lo. Po në mandatin e ardhshëm do ta drejtojmë drejtësinë e cila do të punojë kundër krimit organizuar, kundër korrupsionit lartë, dhe qytetarët, kur t'i drejtohen pallatit të drejtësisë, të shkojnë aty me shpresë dhe besim, që do të dalin më të kënaqur se sa që shkuan. Sepse ligji duhet na bashkoj me barazin para tij, e jo të na ndaj në ata që janë të paprekshëm prej atyre që janë të pambrojtur. Me qeverinë tonë, ne zotohemi që në mandatin e ardhshëm pa tjetër për gjithë do të drejtojmë drejtësinë. Dhe drejtësia duhet vlej për gjithë. Ne kemi respekt për të gjithë ata, për secilin e secilin, që sakrifikuan e kontribuan për çlirimin e Kosovës, për bashkimin mbar e për pavarësinë e Republikës. Mirë po, çfarë do kontributi, çfarë do sakrifice që ka bërë cili do prej nesh, nuk është leje për korrupsion e për pasurim. Prandaj ne themi në çdo tubim, nuk ka edhe patriot edhe hajl. Ose patriot, ose hajn. Nuk ka edhe çlirimtar, edhe zullumçar.
ose çlirimtar, ose zullumçar. E ne jemi bashkë me juve për patriotët çlirimtar kundër hajnave zullumçar. E kur jemi të patriotizmi, kur jemi të patriotizmi, sonte dua t'u them dy gjëra që besoj se janë shumë të rëndësishme. E para, ne jemi për patriotizmin demokratik dhe emancipues, që lirues drejt barazis me popujt e tjerë, kundër nacionalizmit autoritar hegemonist. Pra ati nacionalizmi i cili don të shfrytëzoj e të shtyp të tjerët. Pra po patriotizmit demokratik emancipues, jo nacionalizmit hegemonist autoritar. Kjo është e para. Kjo është e para. E dyta të dashur bashkëdhetar. E dyta, patriotizmi është punë, po patriotizmi është një punë që s'ka pushim. Nuk mund është me thonë, po pushoj bak. Se në këto vitet e mas luftës, fatkeqësisht kemi shembuj të dikujt i cili ka qenë patriot, na nuk e mohojnë. Po mas ne i tha, po pushoj pak. E ju e dini sa i bjen pushimi. Pushimi i bjen korrupsion. Prandaj, patriotizmi është punë pa pushim. Është punë që nuk ndalet, ashtu siç nuk ndalet frymarrja. Deri në sekondat e fundit jetës. Dhe bile ju e dini këtë traditën e zakonin ton, vazhdon edhe pak pas vdekjes. Sepse shumë njerëz e lën amanet që arkivolin t'u ambulojnë me flamur. Me flamur kombëtar shqiptar. Pra, patriotizmi është punë e përditshme pa pushim dhe në këtë frymë është e domosdoshme që brezi i ardhshëm pas neve t'jenë më patriota se ne. Pra, nuk duhet që patriotizmi jonë i paqes ose i luftës, i rezistencës e i qëndresës, i zhvillimit e i përparimit, të jetë tavan për patriotizmin e brezit arshëm, por të jetë dysheme për patriotizmin e brezit arshëm, ku ata do të mund shkojnë më lartë se ne, po kurse si më poshtë se ne. E sot, ju e dini dashur qytetar, pjesëmarrës të këtij tubimi, që patriotizmi ne në Kosovë, si qytetar e si shoqëri, si zyrtar e si shtet, duhet ta dëshmojmë në radhë parë me fqinjen ton verior agresiv, që i ka kryer 4 gjenocide mbi popullin ton, që ky vitit 1998-99 është veç Imrami, janë edhe 3 para këtij për 150 vjet. Gjenocidi i parë është rrotull paqes Shën Stefanit edhe Kongresit Berlinit 1875-1880. Gjenocidi i dytë është në luftrat ballkanike në fillim shekullit kaluar. Gjenocidi i tretë
është në mes të shekullit kaluar, atëherë kur u çliruam nga nazifashizmi, por filluan pushkatimet e shqiptarëve, masakrat nga forcat serbo-jugoslave deri te masakra e Tivorit. Dhe gjenocidi i katërt është ky i vitit 1998-1999. Në Serbi do të vi një ditë, një qeveri që i pranon këto 4 gjenocide, që e pranon Republikën e Pavarësinë e Kosovës dhe vetëm pastaj do të mund të kemi mirëbesim të vërtet, paqe të qëndrueshme dhe pajtim afatgjat. E tash, pikrisht nga kjo situatë në të cilën ndodhemi ne, ku fqinji ynë verior, edhe i mohon krimet që i ka kryer, edhe s'na e njeh ekzistencën si shtet, ajo çfarë ka bërë qeveria jonë qysh në fillim? Ka ndaluar zgjedhjet dhe referendumet e Serbisë në territorin e Kosovës. A e dini, të nderuar pjesëmarrës titubimi, sa pol zgjedhje i ka marrë Serbia mas luftës në Kosovë drejsa s'ka ardhur qeveria jo? A e dini kush? 31 pol zgjedhje i ka marrë Serbia mas luftës në Kosovë drejsa s'ka ardhur qeveria jo? E prej këtyre 31 pol zgjedhjeve që i kanë majtë ata drejt s'ka ardhur qeveria jonë, 8 prej tyne kanë qenë në Kosovën e pavarur. 3 referendume i ka majtë Serbia në territorin e Kosovës, që nga çlirimi i vendit tonë, prej të cilave 2 para shpalljes pavarësisë e 1 mas shpalljes pavarësisë. Prej vitit 2021, e këtej 0 zgjedhje të Serbisë dhe 0 referendume të Serbisë në territorin e Republikës së Kosovës. Ju e dini që në mandatin e kaluar kemi theksuar 5 çështje. Nonat, fëmijët, veriu, ushtria, bujqësia. Këto do të vazhdojnë gjitha. Këto gjitha do të vazhdojnë. Por tash në mandatin e ri do të përqendrohemi në sigurinë dhe rritjen energjetike të Republikës Kosovës. Konkretisht, në termocentralet e Kekut, po vazhdojnë investimet që sigurojnë operimin e tyre edhe për 20 vite të ardhshme, do të arrisim kapacitetin e prodhimit dhe do të ulim dotjen në përputhje me standardet e Bashkimit Evropian. Termocentralit Kosova B, që po modernizohet, do t'ja shtojmë së paku 20% kapacitetin. Pastaj, filterët që do të vendosin aty, do t'a ulin emetimin e pluhurit për 97%, dhe emitimin e oksideve të azotit për 75%, se e di që ju bashkëdhetar, kur vinin vendlinjën e juaj, ndotja që ekziston të ne, ju pengon shumë. Tjetra, njësitë e termocentralit Kosova A do të rehabilitohen thellësisht me një kapacitet shtesë prej 60%. Kapacitetin burime të ripërtrishme do të rriten së paku 3 fish prej aq sa i kemi sot, dhe vetëm nga projektet që tashmë janë proces. E do t'i kemi së paku 305 MW kapacitetet të erës dhe 250 MW të diellit. Do t'a bëjmë ndërtimin e kapaciteteve bashkë me Shqipërinë, do të punojmë në gasifikimin e Qymyrit për prodhimin e energjisë, si dhe në implantin për prodhimin e energjisë nga mbeturinat. E kemi sistemin e baterive me kapacitet 340 MWh, me mbështetjen e grantit nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës në vlerë prej $202 milion, dhe që i ruan te prisat e energjisë, dhe gjithashtu kapacitetet energjike do të rriten për 100%, pjesëmarrja e burimeve të ripërtrishme,
sidomos për familjet e bizneset e vogla, me qrast 30% e energjisë do të mund të eksportohet dhe maksimalisht vetëm 7% do të kemi import. E pas funksionalizimit të bursës shqiptare, të bursës shqiptare të energjisë Alpex, në 2024, do të integrojmë tregun edhe me Maqedoninë e Veriut dhe me Greqinë, duke rritur konkurrencën e transparencën në tregtim të energjisë elektrike dhe duke i eliminuar ndërmjetësit në tregtim. Do të kemi programin anë mban të transportit publik me trafikun urban dhe ndërurban të integruar me bilet vetëm 10 euro në muaj, sepse studimet kanë treguar që rinia në Kosovë shkon Prishtinë, em Prizren, em Prekaz, tash po shkojnë edhe Mitrovic, gjithnjë më shpesh. Po, për shembull, shumica dërmuese e rinis nga Vitia nuk kanë qenë një stok kur, ose nga Kamenica nuk kanë qenë një unik kur, ose nga Dragoshi, Shorri nuk kanë qenë kur në lap. Prandaj kjo bileta integruar 10 euro në muaj do të mundsoj mobilitetin e popullsisë e në veçanti të rinis. Arsimin publik e kemi bërë falas. Pra edhe për bachelor, edhe për master, arsimin publik e kemi bërë falas për gjitha nivelet, por tash e kemi filluar edhe bursën e mobilitetit. Sa më larg që studiojnë studentët, aq më shumë do të kenë mbështetje financiare. Për shembull, një student ose student i Kashanikut, nëse shkon me studiu në Ferizaj, do ta ketë mbështetjen. Nëse shkon me studiu në Prishtinë, edhe më të madhe se është më larg. E nëse shkon me studiu në Mitrovic, edhe më shumë për shkak se është edhe më larg. Kjo është bursa e mobilitetit. 20 milion euro i kemi ndonë program, deri më tash janë paguar 3,2 milion euro për 8.000 studenta që kanë përfituar. Buxhetin për bursat studentëve do ta dyfishoj. Për 4 vjetë qeverisjet tonë, i kemi ndo 18.000 bursa, 20 milion euro. Ata para neve, për 4 vjetë, 4.000 bursa, asë qerekun tonë. E në mandatin e arshëm, do t'i dyfishojmë edhe sasin e bursave, por edhe buxhetin për to. 40 milion euro për 36.000 bursa. Bursa do t'ju ndojmë edhe studentëve të kolegjeve private, pra jo vetëm të universiteteve publike. Pastaj, do të rishikojmë edhe rivlerësojmë plan programet në përshkolla, të dashur bashkëdhetar, librat në tekstet shkollore, ka mangësi edhe defekte. Fëmija sot nuk janë sikur se kur kemi qenë ne fëmijë. Janë më inteligjent se ne. Kemi tekstet vjetruara. Prandaj na duhet që t'i modernizojmë tekstet, disa t'i korrigjojmë e disa t'i rishkrujmë. Kemi fillu me gjuhë e matematikë, do të vazhdojmë edhe me lëndët e tjera. Dhe digitalizim të materialeve shkollore, me qras fëmijëve në përshkolla nuk do t'ju blejmë tablete, por një tabel digitale, smartboard për gjithë klasën. Sepse kjo është shumë më mirë për përqendrimin edhe për thellimin e mendjes e zgjerimin e dijes për ta. Pastaj, për fëmijët me nevojat veçanta do të kemi në shkolla logopedin, psikologun dhe aktivitete sportive, rekreative. Në gjitha shkollat e vendit do të nisë programi mësimit gjithditor me art, sport dhe me internet të shpejt e falas. 16 profile i kemi të sistemi dual, që e kena mësu për juve që i thëni ju këtu Ausbildung. 16 profile i kemi, do t'i shtojmë edhe 10 profile tjera. Deri më tani, 17 komuna, 32 shkolla profesionale, 2600 nxënës kanë marrë diploma. Për çdo diplomë shkolle do të kemi një vend pune. Këtë kemi mësuar jo prej librave të lexuar,
po prej përvojës juj dhe faleminderit shumë se qysh është në Zvicër, në Austri, në Gjermani, edhe në Evropën e përparuar, ne po e bëjmë lidhjen e tregut të punës me aftësimin profesional. Në shëndetësi, bugjetin për listën e bornave esenciale e kena gjetë 24 milion euro, tash është mbi 7 milion euro, do të shkojmë mbi 100 milion euro, dhe gjithashtu ta kemi edhe listën e bornave të rimbursueshme. Ashtu që nëse një qytetar në Kosovë shkon në barnatore private të blej ilaqin, mund të rimbursohet nësa i ilaq i përket një listë të saktuar. Tash, prej fundit të prillit, para një muaji, e kemi kaluar në 2 leximet ligjin për sigurimet shëndetësore, do të filloj me sistemin informativ shëndetësor që kërkon punë dhe me njëherë më pastaj me sigurimet shëndetësore për qytetarët tonë. Do të ndërtojmë rrjetin e laboratorëve publik për gjitha llojet e analizave, do të ndërtojmë spitalin e ri në Mitrovic edhe në Ferizaj, poliklinikat specialistike në Drenas, Sharr, Viti, Rahovec dhe Leposavic, e qysh do të duken këto poliklinika e keni në Podujev shembullin, modelin, si dhe poliklinika specialistike stomatologjike në Prishtinë, Gjakov, Pej, Prizren, Gjilan, Mitrovic, Ferizaj dhe Podujev. Çdo qytetar i Kosovës do ta ketë një check-up, një kontroll total një herë në vit, në mënyrë që të parandalojmë smundje dhe ta kemi parasysh gjendjen e përgjithshme të shëndetit publik në vendin tonë. Përveç 1 miliard për prodhimtarin në 4 vitet e ardhshme si garanci për kredi investive, do t'i kemi së paku 1 miliard euro shpenzime kapitale. Rekordi është viti i kaluar me 729 milion, para këtij është me 651 milion, para atij është me 547 milion, po vit pas viti kemi rekord të shpenzimeve kapitale. Në 4 vjeçarin e ardhshëm as një vit pa 1 miliard euro shpenzime, e këtu në këto 4 vite 4 miliard gjithsej natyrisht hynë edhe 5 diga, parafërsisht 400 milion euro Kuqican, Skënderaj, Pollotan, Podujev, Desivojcan, Kamenic, Firojan, Shtërps edhe Dragaqina në Suare. Do t'i ndërtojmë 20 stadiume për lojrat mesdhetare 2030, 500 milion euro partneritet publiko-privat për qendrën e skijimit Brezovica ku janë 3 hotele dhe gjithashtu do të ndërtojmë magjistralen e Dugaxhinit, qendrën turistike Dugaxhini dhe të gjitha rrugët që na i kanë lënë trashëgimi me probleme të shpronësisë, ne do t'i përfundojmë brenda këtij mandati e disa prej tyre edhe brenda këtij viti. Përveç se 1 miliard për investimet kapitale, të dashur qytetar, ne edhe 1 miliard euro do t'i ndojmë për 4 vitet e ardhshme për ushtrinë tonë. Do t'i ndojmë 1 miliard euro për shkak se duam të antarësohemi në NATO, dhe antarësimin e NATO të mos jetë veç antarësim si territor, po antarësim si ushtri, e cila edhe përfiton, por edhe kontribon në sigurinë e aleancës veriatlantike në krye me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sepse ky forcim i ushtrisë tonë është edhe amaneti i dëshmorëve të kombit, i luftarëve të ushtrisë shqiptare të Kosovës.
ushtria qëllimtare e Kosovës është e jashtëzakonshme jo vetëm për neve si popull shqiptar. Është e jashtëzakonshme edhe për historinë e çlirimeve të popujve të tjerë anë mban botës. Së pari, ushtria qëllimtare e Kosovës, financimin e saj e ka prej donacioneve të vogla, para së gjithash e mbi të gjitha të juve bashkëdhetar të dashur. Ushtria qëllimtare e Kosovës është financuar nga klasa punëtore shqiptare. Është financuar nga të varfrit dhe shtresa e mesme në Kosovë dhe nga punëtorët tonë në diasporë, me donacione të vogla. Kjo është e jashtëzakonshme për çlirimin jo vetëm popullit tonë, por edhe për lufta çlirimtare të popujve tjerë anë mban botës. Dhe elementi i dytë që e bën ushtrinë qëllimtare të Kosovës shumë të veçantë është se e ka një numër tepër të madh dëshmorëve në kufirin shqiptar të bajt armatim, të munu me pru armë e municion që me mujt me dek që është duhet në ballafaqim me forcat armike të Serbisë. Prandaj është shumë e rëndësishme që ta kemi armatimin dhe municionin tonë. E si vjet do të fillojmë edhe me prodhimin tonë. Fundja ne blej nga aleatët tonë në treg armatim e municion, po ju e dini se si shkon puna e tregut edhe ndërmarrësisë. Njëherë blen, e mas neti kur janë nisë dhe prodhon vetë. Një ahoz Gjakovës, jëndo tashmë 140 hektar, është një zonë industriale e mbrojtjes, me një fabrik me pjesë përcjellëse 19 hektar, 500 metra e ka largë në vija ajrore, aeroportin ushtarak të Gjakovës, 19 kilometra e ka babajt bokës largë, dhe aty si vjetë, fishekt e parë, 5,56 mm dhe 7,62 mm, do të prodhohen para vitit 3. E dashur bashkëdhetar, para qeverisjes tonë, fatkeqësisht Forca e Sigurisë Kosovës ka pas veç 2 lloj të armëve, veç Glock edhe Heckler. Ma shumë ka pas armatim në Roda se sa në kazermat e FSK-s. Prandaj ne e konsiderojmë që është domosdoshme prodhimi i armatimit për shkak të sakrificës së UÇK-s, për shkak të antarësimit që na duhet në NATO, po edhe për shkak të shembullit të luftës në Ukrainë. Pas agresionit rus në Ukrainë, përvoja tregoj që mund është me pas parën e dynjos, po kur armatimi dhe municionit vynë mas shumë të bëvakis të ashet kërkush. Prandaj neve na duhet që ta kemi armatimin edhe municionin ton, dhe kjo natyrisht është pasi që Forcës Sigurisë Kosovës, që në vitin 2021 e kena gjetë me 2200 pjesëtar, ja kena shtu edhe 2700 pjesëtar. E kemi heq tavonin pej 5000 pjesëtarve të rregullt edhe 3000 rezervë, edhe e kemi ngrit moshën e rekrutimit prej 23 deri në 25 vjeç, të gjithë të interesuarit, 3 e 3 mund të inkuadrohen, 411 vajza i kemi e gra në Forcën e Sigurisë Kosovës, brenda mandatit 4 vjeçar do t'i bëjmë 1000. Do të mundsojmë edhe kalimin e profesionistëve ushtarak nga Mërgata, nga vendet aleate ku shërbejnë në Forcën e Sigurisë Kosovës, si dhe të profesionistëve ushtarak nga Shqipëria. Pra të gjithë ju që e keni kryer shërbimin ushtarak në Zvicër, jeni të mirëseardhur edhe në vendlinjën e juaj,
me përvojën e juj. Bashkë me Shqipërinë, do ta kemi një njësi të unifikuar të forcave të armatosura. FSK-ja edhe forcat armatosura të Republikës Shqipërisë, një njësi të përbashkët. Tash, prej 2 llojeve të armatimit që i kena pas, veç Glock edhe Heckler, i kemi 40 lloje të ndryshme të sistemeve të armatimit, duke përfshi 3 lloj të flukturakeve luftarake pa pilot, 4 lloje të sistemeve raketore antitank, 4 lloje të mortajave e shumë lloje të mitralerëve të lehtë të rënd, e sasi të mjaftueshme të pushve individuale, jo vetëm për pjesëtarët aktiv, por edhe për rezervën vullnetare që do ta kemi në mandatin e ardhshëm. Së fundmi, kemi blerë edhe sistemin ma modern të artillerisë mobile Hawkeye topa 105 mm dhe jemi në proces të blerjes edhe të helikopterve skifteri Z Black Hawk nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Me qëllim të kompletimit të flotës së transportit ushtarak, kemi blerë kamiona Unimog nga Mercedesi, kamiona ushtarak Rheinmetall nga Gjermania, Humvee dhe autoblinda Guardian nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, karshi automjeteve luftarake turke Kobra dhe Vuran me mortaj 120 mm dhe me shënjestrim digital precis. Përveç sistemeve raketore antitank Javelin, tash i kemi edhe sistemin raketor antitank Omtash, Har 66 dhe Panzerfaust 3. Gjithashtu, fluturaket Bayraktar kanë edhe raketa antitank dhe antibunker me të cilat mund t'i godasim objektivat nga ajri. Ne tashmë të dashur bashkëdhetar, ua kemi bërë të padobishme gjithë flotën e tankeve dhe mjeteve të blinduara Serbisë. Gjatë kohës së okupimit, kur shpallej gjendja e jashtëzakonshme, por sidomos gjatë luftës, aseti kryesor i Serbisë për t'i penetruar vijat e frontit kanë qenë tankset. Sa e ka pas shumë tankse, edhe mjetet të tjera të blinduara. Kjo është edhe arsyeja pse ata kanë vazhdu me investu gjithnjë më shumë në tankse dhe në automjetet blinduara. Për shembull, tankset e tyre 884 kanë qenë në Rusi për me i updateu, me i bo më moderne. Mirë po, me sistemin që e kemi ne tash, ato janë krejtësisht të padobishme për ta, veç sa ju shkaktojnë shpenzimet mirëmbajtjes. Kësaj, mbrojtja jonë nuk është vetëm e fortë, por është edhe e mençur. Ta shtrohet pyetja, a investon qeveria jonë me qef në ushtri e në armatim? Jo përbes. Kishim dashur që këto miliona t'i qojmë fusha tjera. Po, kur e ki kojshin e keq, do të me pas pushkën plot. Kur të bëhet kojshia i mirë, atëherë në rënë situata. Po dhe sa djetë kojshia i keq, edhe neve na detyron që të investojmë në mbrojtje e siguri, jo veç të territorit edhe të popullit, po dhe të progresit tonë. 7 miliard ka qenë bruto produkti vendor në 2021. 12 miliard është si vjetë. Për çdo vit ja kanë ashtu ekonomisë tonë ka 1 miliard. A ma herët janë ndesh 3 vjetë për 1 miliard. Tash për çdo vit ka 1 miliard.
neve na duhet me mbrojtë edhe progresin tonë. Tash, përpara, në veri të Kosovës, kamionët i blokonin rrugët me barikada, e sot kamionët atje i shtrojnë rrugë me asfalt 3. Mbi 100 km rrugë për këtë mandat i kemi shtruar atje. E tash të dashur bashkëdhetar, megjithatë nuk më fton vetëm policia dhe ushtria. Në këtë mandat do ta kemi edhe gjandarmëri. Gjandarmëria e garanton luftimin e krimit organizuar që kalon kufirin, e bëhet transnacional. Ajo e lufton terrorizmin, e mbron infrastrukturën kritike. Ka shumë punë për të cilat, për siguri, policia është pak, e ushtria shumë, e gjandarmëria është tamam. Prandaj edhe do ta kemi gjandarmërinë një ndër vendimet e para që do t'i marrim si qeveri e Republikës. E di që është thy rekordi i regjistrimit për të votuar për zgjedhjet e 7 qershorit. Kishte kalu 30.000 këtu në Zvicër. Unë ju falenderoj shumë për këtë angazhim që tashmë keni bërë. Por mos harroni, pas regjistrimit vjen votimi. Dhe të gjithë ju që jeni regjistruar për të votuar fizikisht në ambasadën, konsulata, ju e keni 6 qershorin. Jeni dikun pak ma shumë se 5.000 vetë. Të gjithë ju të tjerët që jeni ma shumë se 25.000 vetë, duhet që deri me datën 5 qershor të votoni. Po mos e leni me 5 qershor, votoni sa më herë. Ndërkaq të gjithë ju dashur bashkëdhetar, që nuk jeni regjistruar për të votuar, juve ju mbetet që të vini fizikisht atje me 7 qershor. Pra, 7 qershori është data, e diel është dita si zakonisht, numri është i njëjtë, 116, 116, në anën e majtë të Fletës e keni lëvizjave të vendosje 116, në anën e djathtë i keni 110 numra, secili është ma mirë se tjetri, po përcaktojni për 10 prej tyne, ma shumë nuk bën, ma pak bën, po mas mirë të është 10, edhe leta kurorzojmë me një fitore mbi gjysmë milioni zemra të njerëzve që e kanë pulsin 116. Sepse qeverisja jonë, e cila ka shtrirë sundimin e ligjit, sovranitetin shtetëror dhe integritetin territorial cep më cep, e cila ka garantuar siguri e ka shpërndar begati, e cila nuk lëshon pe kur për interesin e juj, kjo qeveri për mandatin arshëm 4 vjeqar, ka nevoj që gjithna, se cila e se cili, bashk, krejt për shtet, për një shtet që është për krejt. Pra, krejt për shtet, shtet për krejt. 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 E për krejt për shtet për krejt, 116, që t'ja pikën.
talenti i studentëve, dëshirat e rinis, ëndrat e fëmijëve, djertha e punëtorëve, dashuria e prindërve, amaneti dëshmorëve, urtësia e pleqve, të gjithë throsin bashk, krejt për shtet, shtet për krejt, lëvizja vetëvendosi me partnerët e saj, 7 qershorit 2026, numri 106 është fitoria e re, historike, e jona, e juaja, për 4 vjet me demokraci, mirëqenje e siguri për gjithë, pa përjashtuar asnjëri. Ne atje në Kosovë, tash po punojmë jo ditë e natë, po për çdo orë e minutë, që nesër 2 javë të festoj masivisht në çdo komunë të Kosovës për fitoren e Republikës. 116 dhe kur po punojmë ditë e natë për çdo orë e minutë, kjo do të thonë që po shkojmë shpejt, po shkojmë 116 km/h, se 120 është kufiri aty që lejo, 116 km/h, e ju e dini dashur bashkëdhetar që fatkeqësisht i noti i vitit kaluar, i bllokut opozitar, ka ra, po jo krejt që ka me ra, sepse duhet me ra mas 7 qershor. E pra, e di që po na avonoj, por edhe ne nuk ndalemi. Unë jam kryeministër në detyrë, herë jam kryeministër në detyrë, e herë me detyrat kryeministrit. Kena edhe presidentën në detyrë. Ajo çka s'kemi është nuk kemi kuvend, nuk kemi parlament, po dhe ajo do të bëhet, veç se punët e shtetit, e funksionimi i qeverisë nuk ndalet asnjëherë. Unë edhe para se të vinë këtë të bim, bëj punë të zyrës kryeministrit, sepse vazhdimisht duhet të marrim vendime e të bëjmë ekzekutime. Prandaj, me neve jeni ndurë të sigurta. Ne, se ka fushat, nuk do të thotë që pushon qeveria, por punët tona që nuk ndalen, janë shtu edhe punët e fushatës për fitoren e radhës. Tash unë e di pse po duan të na vonojnë. Po duan të na vonojnë se e kanë shumë brehalçat byron për konfiskimin e pasurisë pa historike. Ato e kanë shumë hall. Por për bes, nuk mund është bre hektarin e tokës Kosovës që është la me djerë se gjak me ble me 50 euro e me menu që bote jotja. Nuk mund është një orin tokë në Kosovë me pagu 3 euro e me menu që boshe jotja. Populli jonë e ka një fjallë turë, aje që është e huja, në këtë rast nuk është e huja, po është e krejt popullit, edhe e brezave që vinë pas nesh, edhe e fëmijëve që s'kan lind hala, kur nuk do të bëhet e disave. E byroja për konfiskimin e pasurisë pa justifikueshme do të veproj se zbën në mandatin që vjen. Pra, do të kthejmë cent më cent gjithë pasurinë e keq përdorur në buxhetin e shtetit. Prandaj, kjo fitoria jonë është edhe gërshër për korrupsionin dhe zhvatjen e tyre. E natyrisht, ky vonim që po e bëjnë,
është si kura i njeriu i etur që mundohet me shu etjen me ujë të kriposur deti. Sa ma shumë që pin, qash ma shumë e shtohet. Nuk është zgjidhja jo. Pra, veç vonim se pështim s'ka. Kë vonimi që po të shirojnë na e bojnë bloku opozitar, në nënkupton që ne duhet të angazhohemi e të arrisim shpejtësin më parë e më shumë se kur do herë tjetër. Konkretisht, a dini që ka të më thonë që kë numërin e 1-6? Numërin e 1-6 i bjen prej të parës me qitë në 6-ën. Andaj, në këto 2 javë, prej të parës në 6-ën dhe fitoria është e jona, fitues është lëvizja vetëvendosje, numërin e 1-6. Faleminderit shumë për mbështetjen, vëmendjen dhe pjesëmarrjen tuaj sonte, jo vetëm sonte, po çdo herë në tubimet tona ku e kemi këtë mikpritje mallëstore e kaq për zemër. Faleminderit e mirupafshim.